si nu dashurove me shumë zele përvojteri. Jetën Zotit I adhurove në shërbim plot dashuri. Motra jon Ulrika ti shembullion, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Motra jon Ulrika ti shembullion, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Si lul vjollce me përvojtëri, në kuzhinë duke. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndesim këtu nga studio Radio Marisë së Kosovës në Prishtinë. Jemi në ditën e 6 të nënditshit të kushtuar në nder të së lumës Motër Ulrika nga Hegna. Në emër të Atit, të Birit e Shpirtit Shajt. Amen. Jezusi thot: Unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhen para meje janë vjedhës dhe cuba, por se delet nuk I dëgjuan. Unë jam dera. Kush hyn nëpër mua do të shëlbohet. Do të hyj e do të dalë dhe do të gjej kullos. Vjedhësi zë vjen për tjetër, por për të vjedhur, për të prerë e për të bërë dëm. Unë erdha që delet ta kenë jetën e ta kenë në plotësi. Me butësi dhe me qëndrim, motra jon Ulrika ti shembullion, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Motër Ulrika thot: Oj dashurim, ma jep një zemër të ngjashme me tënden, një zemër që udhërohet të tjerve e që digjet nga dashuria më e pastër. Çdo frymarrje, çdo hap, çdo lëvizje e gjymtyrve qoftë një lavd, një falënderim, një kushtim, sepse unë dëshiroj të jetoj vetëm për ty, të dua e të vuaj për ty. Të lutemi. O Jezu, shëlbues, derë përmes së cilës kalojnë ata që të ndjekin ty. Ti e rruga drejt Atit, caku të jetës son. Ti e bariu I mirë, I cili nuk na braktis kur jemi në rrezik. Motra Ulrik ka kërkuar ta ketë një zemër të ngjajshme me zemrën tënde. Ishte plot mirënjohje për dashurinë tënde të mëshirshme. Besimi I saj në mëshirën tënde ishte shumë I madh. Na tërheq edhe ne ka vetja, që të mund të hymë në jetën e vërtet, përmes derës që je ti, e të mos I ndjekim barinë e rrejshëm. Me plot besim në ty dhe me ndërmjetësimin e së lumës Motër Ulrika, ne po të lutemi. Na ndihmo në nevojat tona. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Art mbretëria jote, u baft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtore tanë, e mos na le të bijem në tundim, por na liro nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shajtja Mari, nana e tënë Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit të Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë I jetës. Amen.
e lumja motra Ulrika, lutu për ne. Ishe shembul në bashkësi, me butësi dhe me qëndrim. Motra jon Ulrika ti shembulli jone, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon.